Elvin intervistë, çfarë do thosh? Duhet ta fitojmë general. 3 vjet besoj në 9 vjet. Na iku mosha. Atë nuk nis gasë? Po bësh për çfarë gjë, se ka mundësi të jetë. Então, aí por então. Salve, Jorge, Ricardo. Já está medo esse modelo ali. Edhe të rëzohet në një unikot. Ego, qimi! Shkap një gjohën finish apo ku erdo? Ok, Allah shumë bje. A bëjmë vjen një vite ti të djeshme dhe sot që vim finish. Narcis. Hajde ciklistët. Në përfundim të etapës të dytë të trofeut Akim Tafili për kategorinë junior,
Vendin e tretë e zuri Habib Llana i ekipit Besa. Diplomën e jep sekretari i Federatës Shqiptare të Çikizmit Alfred Tahira. Në vendin e dytë, Leo Piku i ekipit Studenti. Bravo Leo. Bravo. Dhe në vendin e parë, fitues i trofeut Agim Tafili për kategorinë junior është Bjesar Nuaj i ekipit Kosova. Diplomën dhe kupën e jep Gazmir Muriqi, djali i ish trajnerit të Vllaznisë, Fuat Muriqi. Bravo çuna. Në përfundim të etapës 2, për kategorinë Elite U23, vendin e tretë e meriton Vlerton Nuha i ekipit Kosova. Diplomën jep djali i Agim Tafilit, Arsit Tafili. Në vendin e dytë, Olsian Velia i ekipit Tirana. Diplomën ja jep vllai i kampionit Agim Tafili, Shkëlqim Tafili. Bravo Olsi. Dhe në vendin e parë, Henry Hysa i ekipit Tirana. Diplomën presidenti Federatës Shqiptare të Çikizmit fton trajnerin Garini Nua i ekipit Kosova. Bravo çuna, urime dhe suksese tjera. Ju lutem stafi afrohuni për i foto me fituesit. Hajde Nini. Hajde gjyqtaria. Mimi. Hajde Hajde Beno këtu Beno. Ogasu. Hajde këtu. Nderuar kandidat të Shkodrës, është kënaqësi të jesh në Shkodër, por më e rëndësishme është të bëj një thirrje Bashkisë Shkodrës që mos ta lëshoj dinjitetin e saj duke filluar nga familja e madhe Muriqve, se Shkodra është djepi i çiktizmit shqiptar, duke filluar nga Tafil, gjithashtu dhe trajneri tyre që kanë qenë në një ekip Leonard Kola. E them këtë për arsye se pa Shkodrën nuk mund ketë dot as art dhe as sport. E falenderoj policinë e qarkut të Shkodrës në mënyrë të veçantë, shefin e qarkullimit, zëvendës drejtorin e policisë, gjithashtu dhe drejtorin e policisë shtetit, për arsye se neve nuk mund të bëjmë dot asnjë lloj aktiviteti nëse nuk e kemi krahun e djathtë policinë. Faleminderit dhe me datën 26 maj shihemi këtu për Xhiron e Shqipërisë. Se kalofshi sa mirë.